Hypa në taksi një me 2 veta dhe ishte edhe një vend i lirë. Taksisti tha atë ju çoj për 4 euro deri në Prishtinë se nuk po hyp kërkush kur po ju shohim juve. E kemi edhe me grafik, mund ta përcjellim këtë që po e lexoj. Domethënë jemi në vitin 2026 dhe hala me kësi çështje o kam shkon mendja me i bë do taksi për komunitete që mos me pas këtë problem. Nuk janë krejt kështu veç disa. PS, ma vërtetoj, kur një grua e thiri taksin, sim ka pa mu, ja ka bo, nuk muj me hyp. Kjo është një përvoj, jo e mirë, që ka pasur qytetari Gazmend Çuçalla, që është sot me ne. Faleminderit që e këto. Ju jetoni në Fushë Kosovë. Po. Dhe në linjë një, supozoj, ustojnë të gjithë, edhe kështu duhet jetë, të gjithë mund të ustojmë. A ndodhë shpesh që të keni kësi komente fyese? Unë e kom bodhe më herët një deklarat edhe kjo ka qenë ndoshta para 5-6 vite, pashtu në shokim në vitin 2023 e ka bod njëtën edhe e ka qenë mediale, dhe më thonë është diçka që ndodhë për dit, ka qenë një kohë kur jem shkëput për i Prishtinës, edhe nuk më shkuat shpesh, edhe kur më ndodhi për me u befasova dhe pse kësha ndëgju fjallë prej tjerëve që po vazhdojnë me ndodhë. Fatkeqësisht vazhdojnë me ndodhë kjo. Tash nuk e dija me alon fajnë shofera dhe me alon fajnë qytetarëve, po mundet me qenë ndoshta edhe përbashkët, sepse në fund të fundit taksisti interesi tina personal është me fitu, po diskriminimin që e bën është shumë interesant, sepse nuk e lejen me hyp të komuniteteve sepse prap qytetarët nuk hypin aty ku i shohin. Edhe kjo më ka ndodhur edhe mu shpesher, dhe ndodhur pjesëtarëve të komuniteteve Rom Bashkarit Egjiptian, të cilët janë me ngjyrë dhe momenti që i shohin largohen. Këto po them për prejvohës që edhe më ka ndodhur. Momenti që e shohin që është dikush largohen. Kjo nuk e di pse. Si ishte dje? Po ju po vini në Prishtinë dje? Po. Nas qara pak, si ka ndodhur? Me qenë shumë i sinqert, nuk e diçka që më befason, pse e di që kjo ka ndodhur dhe më herët, po është fakti shqetësues sepse hala po ndodh. Me një shtet si Kosova që profa më herët tha që nuk është demokratik, po na supozojmë që tjetë demokratik, me ndodh hala kësi diskriminime. Unë kam thonë në disa televizionet tjera që Kosova është shembull për trajtimin e komuniteteve në Evropë, edhe ndoshta edhe ndër shtetet ballkanike, siç është edhe shtetet evropiane në fakt që është Kroacia dhe Rumania. Mirë po ne komunitetet synojmë që Kosova të rri hala ma lartë në trajtimin e komuniteteve, që do të ishte mirë edhe në dobi edhe të Kosovës, po edhe dobi të neve. Për arsye se bullizimi, diskriminimi nuk na bën mirë neve, po nuk na bën mirë edhe në më thonë edhe Kosovës. Kjo nuk ndodhë veç në taksi. Fatkeqësisht, kohëve të fundit, ku marrë lajme që fëmijët e komuniteteve edhe në shkolla bullizohen edhe diskriminohen edhe nga arsimtarët edhe nga nxënësit. Kjo ndodhë në sferat të punës, ku komunitetet shpesh targetohen me emnin ma gjup edhe bohen hajgare në këtë aspekt. Nuk për thëmë këto që me bo mediale, po kjo është e vërtet, kjo ndodhë. Që ka ndodhë fatkeqësisht që komunitetet nuk e thojnë këta, edhe nuk e bojnë tragjike për arsye të ndryshme që njëra mund tjetë nështë largimi punës apo këta djone, po ndodhë, kjo ndodhë fatkeqësisht. Nuk për thamë në mënyrë të përgjithshme, sepse është një numër i vogël, po fatkeqësisht që qaj numër i vogël e bën mund ndje keq edhe pjesën tjetër. Si unë ndjet ju djem? Për mu nuk është diçka e rastit, kjo ka ndodhë dhe më herët, po për me univa shumë ketë se me ndodhë hala. Pse duhet me vazhdu kjo diskriminim, kur mundet më konë një qasë tjetër. Të ke fundit, në ena pjesë e Kosovës, unë shpeshë ndrej që në një ditë më konë një lejtar i komuniteteve që lunë për Kosovën edhe me nabu krenarë dhe Kosovën edhe komuniteteve. Na kena edhe në ushtri pjesëtarë të komunitetit, na kena edhe në polici, se na jena pjesë të Kosovës. Nuk kem kur gjë dallim, mëjna me pas një ngjyrë pak ma ndryshe, po prap jemi bitë Kosovës edhe na. Çfarë ndodhi pastaj në këtë udhëtimin e juaj? Hypi dikush apo jo?
Ju, ka vazhdu deri në fund ashtu, dhe situatat që ka ndodhur ditë nuk është diçka që ndodh një herë, ka ndodhur edhe tjera herë, ka vazhdu diskutimi me taksistin pa e banalizu shumë taksistin, sepse një dhe kom hyp edhe herave tjera me to, për që hera por ka qenë ajo që ajo e thashtu. Me siguri që atina i ndodhë ma shpesh, sepse të ke fundit e ka dojnë me përfitu për interesa personale. Pra juve taksisti ju tha që kur shohin qytetar të komunitetit rëm, të tjerët nuk duan që të thojnë me ju. Po, tash, aje ka thonë sepse aje përjeton atë gjdo ditë, gjdo natë. Edhe aje din që nëse merë 1% të komunitetit, 3 vende kanë me të zbrazuna. Edhe ajo është dojnë për përfitim atje, edhe synën që me përfitu ma shumë. A është në regull për tina tash mbetet me gjyku opinioni, po që këndodhë, fatkeqësisht nuk hypin komunitetet në momentin që i shohin personat që në komuniteteve. E përmendet edhe çështjen e shkollave, por në të kohë po e përmendi si gjë të mirë integrimi në polici, në FSK, gjithandej. Patjetër, kjo është synimi jonë që na me e shku çdo sferë dhe me kontribu për shtetin tonë, me ndihmu sa do që të mujmë në çdo aspekt, qoftë politike, qoftë artistike apo ekonomike, sepse thash edhe më herët që ne jemi pjesë e Kosovës edhe jemi pjesë e pandashme. Vendi jonë është kë dhe na dojmë me kontribu që me po Kosovën mirë e ma mirë. Këtë lojme, besëm për thëmë personalisht, ku morë me shumë hezitim. Ju pse për në një arsye tjetër, po kanë fillu të unë me u bërë shumë banale. Pse halo do të me diskutu çështjen e diskriminimit, ku mundem me diskutu çështje tjera që ka janë shumë më të mira edhe që e qesin edhe Kosovën më mirë se sa këto çështjet që halo po diskutohen. Po ndoshta ajo gruaja ana shë dhe ndjet ajo keq, sepse në këtë rast ajo është dashur të ndjet keq për komentin që ka bërë, por pavarësisht kësaj, pra po themi që ka qytetarë që bëjnë diskriminime, ka pasur një përkraje të madhe dje. Pra është shpërndar statusit, është komentuar shumë, që gjërat e tilla nuk duhet të ndodhin tek ne. Unë për inoni jëmë konë të e prit prapë, se kom pas me shku prapë në Prishtinë me ortu, edhe më konë prapë të e prit edhe e bona statusin, nuk e prita që kom e dollë që ka shumë buje modhe, po pa dushim, unë e thashë edhe më herë që përkroja e shumicës për komunitetën është shumë me modhe se sa që është diskriminimi. Po që ajo për e bënë me uzbej këtë përkroja e modhe, sepse shumë njerëz vazhdojnë edhe në mbështesin si komunitete. Po dojnë disa individ që e bujnë me udukë situatën shumë ma keqë sa që është. Pra po thëmë që... Sot si erdhe këto? Sot me autobus. Në autobus nuk ka probleme të tilla? Jo, absolut. Unë edhe zakonisht i përdori ma shumë autobus, po që në një herë dhvinë me orë pak ma shpejt në Prishtinë edhe autobusin nuk është zgjedhja e duhur, sepse kolona është shumë e madhe kjo në Fushosovë, Prishtinë, edhe do njerë du të me utu me taksi. Nuk ndodhë shpesh. Po them që nuk ndodhë shpesh me dalë dhe dikush me diskriminu, po themi një farforme, po kur ndodhë, normal që ndihe shkeq. Sepse në shumicën e herave, normal që kalen shumë mirë. Ju keni thënë që në taksi, në momentin që taksisti e ka thënë që paguani ju që jeni këtu, sepse nuk duan të hypin me ju, ka pasur edhe udhëtar të tjerë. Ata kanë qenë të komunitetit rom, apo kanë qenë komunitetit tjerë? Po, kanë qenë me mu. Kanë qenë të komuniteteve Ashali dhe Gjipjan. Dhe për andaj, taksisti ju ka thënë që të tjere nuk duan të hypin me ju? Po, për këtë arsye e ka thonë. Që momentin që të shohin juve, ata nuk dojnë me hypë në taksi. Edhe një thashë, nuk dojnë pagumë ma tepër. Nëse me ndonë që nuk vlenë, nuk hypë dikush tjetër, nalë ma taksin, marrë dikën tjetër, edhe shkoj. Po nuk dojnë pagu ma tepër për arsye, pëse dikush tjetër nuk dojnë me hypë pëso njëm taksi. Nëse do me hypë në regull, nëse do me hypë, pra posh në regull. A paguat më shumë pastaj, apo jo? Jo. Mirë shumë që keni insistuar. Absolut, në momentin që tha, dikush këtë që shej juve, unë edhe e pyta dhe që kanë në kupton me juve. Thash, nëse me ndonë të këtë aspekt, në alma takse me njëherë, unë është drypi pa pi problemi. Pse nuk du me pagu diçka që në kumë takon. Nuk është shumë e modë 34 canë, po ajo është se që ka thët edhe mënyra se si përdorët kjo, është e randë.
Faleminderit shumë, edhe po urojmë që kësi raste të mos ketë fare dhe që herë të tjera të vim dhe të flasim për gjërat e mira. Faleminderit shumë, ura e dhone. Urojmë për një Kosovë që të jetë sa më pak diskriminuese dhe të jetë më e hapur për të gjithë, për një shoqëri sa më demokratike që e diskutuam, dhe në deklaratë ditës e shohim pra deklaratën e kryeministrit Kurti sa i përket çështjes së presidentit